Viktoria Dursake e Miona Stasi çel sezonin artistik në Galerinë e Arteve në Sarandë me një ekspozitë personale. Artistja prezantohet për herë të parë për publikun sarandiot me një ekspozitë që përmban 67 punime, mes tyre piktura në vaj dhe punime të realizuara me guralec, duke sjellë një ndërthurje të veçantë teknikash dhe emocionesh. Miona Stasi, 71 vjeçaria nga Durrësi, është një emër që mbart me vete dekada pasioni dhe përkushtimi ndaj artit, që në fëmijëri ajo zbuloi dashurinë për pikturën, talent i cili u vure fillimisht nga edukatorët në Kopësht, që prej atij momenti piktura nuk ishte më thjesht një dëshirë, por një pjesë e pandashme e jetës së saj. Ajo ndoqi kurse vizatimi gjatë viteve të shkollës dhe më pas vazhdoi studimet në Institutin e Lartë të Arteve, në degën e specialitetit piktore grafiste. Me përkushtim dhe punë të palodhur, Miona e ktheu pasionin në profesion, duke ndërtuar një rrugëtim të gjatë artistik që vijon ende sot me të njëjtin entuziazëm. Unë që kam mbaruar studimet, shumë vite përpara, kam mbaruar për pikturë, jam një piktore grafiste, por punimet me guralec janë të vonshme. Nga viti 23, për herë të parë, është një desha të provoj edhe përgjithsisht më pëlqen që të provoj në teknika ndryshme dhe thash pse jo. Këtë herë me dëshirën e madhe për t'u njohur nga ardashësit e Sarandës, piktoria vjen pranë Galerisë së Arteve në këtë qytet me një ekspozitë të pasur prej 67 punimesh. Ekspozita përfshin piktura në vaj, si dhe punime të realizuara me guralec, duke sjellë një ndërthurje interesante teknikash dhe emocionesh. Ajo do të qëndrojë e hapur për publikun nga data 5 mars deri më 5 prill. Ka qenë një dëshirë imja prej kohës që të vija këtu me një ekspozitë, se është hera e parë që unë ekspozoj këtu, edhe them drejtën Sarandën e dua, edhe kisha dëshirë që të njihesha nga ardashësit e Sarandës. Kështu që mendova të vi me këtë ekspozitë, e cila përmban rreth 67 punime, që kanë variacione të ndryshme, sepse ka piktura në vaj, ka punime me guralec, punime në pastel, kështu që ka një lloj variacioni që mendoj që ardashësit e Sarandës do të tregojnë interes. Pjesë e mirë e punimeve janë me motive nga qyteti i Durrësit, edhe këto janë edhe në vaj, por edhe në teknikën e guralecëve. E pastaj një pjesë e mirë janë frymëzime nga motivi i gruas, aktiviteti i saj gruaja me të gjitha ato, ka momente të ndryshme të cilat shprehen nëpërmjet këtyre. Kjo është veprimtaria e parë për këtë vit në kuadër të programit të ekspozitave. Galeria jonë funksionon si muze e arti, gjatë kohës neve inkuadrojmë edhe ekspozitave tjake. Vitin e shkuar na janë bërë shumë kërkesa dhe një ndër to është edhe ekspozita e Mionës. Kjo u miratua me të parën herë sepse motivet e saj lidhen me motivet e jetës e natyrës së Sarandës, që është shumë e bukur, shumë smeral, domethënë deti jon, guralecat, deti, varkat, të gjitha motivet, është një lloj sikur je dhe në Sarandë me këto motive që ka sjellë me vete Miona. Kjo ekspozitë shënon një nisje të rëndësishme të sezonit artistik, duke sjellë për ardashësit një përvojë të veçantë dhe një dëshmi të gjallë të pasionit që nuk njeh moshë.